Miqtë mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesdi do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, live dhe drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24. Vetëm pak ditë më parë, prindrit e Ilaria Sulës kanë dhënë një intervistë të gjatë në Verissimo Canale 5 dhe menjëherë ditën e sotme, babai i Ilaria Sulës, zoti Flamur Sula, do të jetë drejt për së drejti nga Terni i Romës në studion e emisionit Me Zemër të Hapur për të folur për herë të parë në një media shqiptare për atë çfarë ka ndodhur pothuajse një vit më parë. 25 mars i vitit 2025 ka tronditur jo vetëm Italinë, por edhe Shqipërinë. Vrasja e 22 vjeçares Ilaria Sula, një studente ekselente për statistik në La Sapienza të Romës nga Mark Samson, i dashuri i saj filipinez me të cilin kishte shkëputur marrëdhëniet. Ai e ka vrarë fillimisht Ilaria Sulën në ambientet e banesës së tij me thik, trupi i së cilës u gjet në një shkëmb në pjesën e polit të Italisë, të Romës pra. Ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, do të flasim për shumë detaje në lidhje jo vetëm me atë që ndodhi pothuajse një vit më parë në Itali, si po vijon procesi gjyqësor, pse nëna e Mark Samson ka kërkuar fillimisht falje nënës së Ilaria Sulës, zonjës Gzime Sula, duke theksuar të kërkoj falje, por në ato momente ka menduar timbir, por ajo është dënuar vetëm me 2 vite heqje lirie. Këto dhe shumë detaje të tjera do t'i ndajmë sot nëpërmjet një lidhje të drejtë për drejtë nga Italia me zotin Flamur Sula. Ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Akmataj, dhe rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë. Thyen heshtjen për mediat në Shqipëri prindrit e Ilaria Sulës. Ata do të rrëfehen sot në emisionin Me Zemër të Hapur, ku historia e tyre vjen si një dëshmi rrënjqese dhimbjeje dhe humbje. Për Flamur dhe Gëzim Sulën, jeta nuk është më ajo që ishte. Vajza e tyre Ilaria, vetëm 22 vjeçe, plot ëndra dhe pranë diplomimit në Rom për statistik, u shua në mënyrë tragjike dhe të padrejtë. Një vajzë që fliste me emocion për të ardhmen, për diplomimin, për fustanin që do të vishte atë ditë të madhe, sot është kthyer në një kujtim që dhëmb çdo sekond. Në këtë rrëfim të fortë emocional, nëna e saj Gëzime Sula, mes lotësh tregon boshllëkun e pazvendësueshëm që ka lënë Ilaria. Ishte gjithçka për mua, ma shkullën nga zemra. Fjalë që nuk janë thjesht një dhimbje nëne, por një plagë që nuk do të mbyllet kurrë. Ngjarja që tronditi jo vetëm familjen, por mbar opinionin publik, ka në qendër një krim të rëndë. Ilaria u vra me thik nga ish partneri i saj, një akt i dyshuar si i paramenduar. Sipas prindërve, 25 mars i vitit 2025 ishte dita e fundit kur dëgjuan zërin e vajzës së tyre, që nga ai moment gjithçka u kthye në ankth, në pritje dhe në një parandjenjë të keqe, që fatkeqësisht rezultoi e vërtet. Teksa familja kërkonte me dëshpërim lajme për të, autori dyshohet se përpiqej të fshinte krimin, duke përdorur telefonin e Ilarias për të dërguar mesazhe dhe për të krijuar iluzionin se ajo ishte larguar me dëshirë, një përpjekje e ftohtë për të devijuar të vërtetën. Ishte vllai i saj ai që nuk u dorëzua, duke arritur të gjurmojë telefonin dhe të çojë hetuesit drejt zbulimit të së vërtetës. Trupi i pajeti Ilarias u gjeti fshehur në një valixhe, i hedhur në një humner, një detaj që e bën edhe më të rëndë dhimbjen e prindërve, por tragjedia nuk ndalet këtu. Sipas dëshmive, në fshehjen e krimit ka pasur edhe ndihmë, një fakt që i rëndon më tej plagën e familjes. Mes kujtimeve që kanë mbetur një vend të veçantë, zë edhe një audio mesazh i fundit i Ilarias, një zë i gjallë që sot tingëllon si një përshëndetje e përjetshme, ndërsa nëna rrëfen momentin më të dhimbshëm nga prekja e parë kur e solli në jetë, deri tek prekja e fundit kur e përgatiti për varrim. Doja ta vishja si princesh sepse ajo ishte princesha jon. Sot familja Sula nuk jeton më si dikur. Ata thonë se vetëm mbijetojnë duke gjetur forcë tek njëri tjetri dhe tek djali i tyre, por mbi të gjitha duke kërkuar drejtësi për Ilarian, sepse për ta buzëqeshja është shuar, por betejë për të vërtetën sapo ka nisur. Ky është një rrëfim që nuk është thjesht histori, por një thirrje që duhet dëgjuar, një histori që të trondit, të prek dhe të kujton se drejtësia nuk është vetëm një fjalë, por një nevojë për të mos lejuar që dhimbje të tilla të përsëriten më.
Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, do të flasim pra për ngjarjen e rëndë të 25 marsit të vitit të kaluar dhe menjëherë pas zbulimit të ngjarjes se çfarë ka ndodhur me 22 vjeçaren shqiptare Ilaria Sula, prodhoi protesta të panumërta në Rom, pikërisht jo vetëm për vrasjen e Ilaria Sulës, si një studente ekselente në La Sapienza dhe studionte dhe pritej të diplomoj për statistik, por njëkohësisht edhe zemratën, sepse kohët e fundit dhe Italia është përfshirë shumë në dhunën ndaj grave dhe vajzave dhe sidomos ndaj vrasjeve të tyre. Me mua në studio do të jetë avokati Novruza Dori, përshëndetje avokat, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Lidhem drejt për drejt me Ternin nga familja e Ilaria Sulës, aty ku ndodhet zoti Flamur Sula, babai i së ndjerës 22 vjeçare, e cila vetëm me 20 maj të këtij viti do të bënte 23 vjeç, ajo do të diplomohej pikërisht në La Sapienza të Romës për statistik, ndërkohë që i dashuri i saj, apo ish i dashuri, sepse kishte disa kohë që ishte ndarë me Mark Samson, sapo ishte diplomuar për arkitektur. Lidhe me zotin Luli Sula. Zoti Flamur, më dëgjon? Po, përshëndetje. Përshëndetje dhe po ta jap edhe publikisht tashmë, sepse për më se një vit ne kemi kontaktuar shpesh bashk, ngushëllime, qofte parajsës, të rroni dhe ta kujtoni ëngjëllin tuaj. Faleminderit. Ditën e sotme prisnim një intervistë në fakt tuaj dhe zonjës Gëzime, e cila në momentet e fundit është ndjerë keq. Për një viti, në fakt, ajo shfaq shpeshherë shqetësime të natyrës emocionale. Rrëfimi në Verissimo të Kanale 5 ka sjell jo vetëm jehona në mediat italiane, por e menjëhershme ka qenë dhe jehona në mediat shqiptare. Siç e thash edhe në media italiane, për ne nuk ka me jetë, sepse kur i prind një fëmijë, ka humbur gjithçka. Këtë e diskutojmë shpeshherë bashkë, kur unë ju përshëndes dhe pyes si jeni. Jemi, thua ti, edhe në emër të bashortes tuaj zonjës Gëzime, sepse djali është i ri dhe ndoshta është mbështetja juaj kryesore, ka 1 milion arsye për të jetuar. Ti thua jemi dy të gjallë që frymojmë në kujtim të jo vetëm të Ilarias, por për ta çuar drejtësinë e saj deri në fund. Zoti Flamur, do doja të flisnim pak bashk dhe të rikthehemi kujtesës së para një viti, pothuajse 25 marsit të 2025-s. Çfarë ndodhi atë ditë, sepse babai juaj në fakt edhe gjyshi Ilarias ka dhënë një intervistë të drejtë për drejtë, shumë të shkurtër për emisionin Me zemër të hapur një vit e pak më parë, dhe ju e prisnit në fakt për Fiter Bajram që ajo të kthehej në familje, apo jo? Atëherë 25 mars ka qenë ditë që ne jemi folur për herë të fundit me Ilaria. E mban mend me kë ka folur atë ditë? Po, ka folur me ne, me mua dhe me nësën tim. Po, çfarë ju tha? Çfarë tha? Të zakonshme. Çfarë e pyeta më si gjithmonë, çfarë bën sot, si shkoi shkolla, si shkojnë studimet. Si ta them, rutina që ndodhi çdo ditë. Kur flisim telefon bashkë, edhe ajo pyeti gjithsesi gjithmonë babën ty lodhe. Po. Si është mama, si është Leo. Biseduam për çerekore, diku për çerekore bashkë. Po. Me mua dhe me nosën foli vajza. Por nuk na dha asnjë lloj sinjali që ishte që ne të kuptoshim diçka. Ne s'kuptuam asgjë. Sepse kish kuptuar diçka në durrëja. Me duar lidhë. Ta siguroj. Mbas kësaj telefonate, kur u vut në lëvizje që Ilaria nuk po përgjigjej më? Atëherë, ne folëm 25 me Ilaria dhe thamë që bilës Ilaria foli me nosën tim, me mamën e vetë, dhe thamë, mama do vi të shtunën që ishte instrument. Bjeda dhe instrument me fjallë, tha do vi të shtunën në mëngjes në shtëpi, pikërisht aty ishte edhe Bajram dhe, tha do vi, tha, po merr një takim për rregulluar thojt, ke parrokier të rregulluar thojt dhe flokët. Edhe prisi që të vinte të shtunën në mëngjes në shtëpi. Që nga e martja deri të shtunën,
sikur na lidhi Zoti, sikur nuk di si ta them, që mos e merresh në telefon, as unë, as shuni, as nusja goca. Që ne flisim, nuk them ditë për ditë, po një herë 2 ditë flisim sigurt. Po, Dikush ka me 3 do flisë se s'bën në larje. po, Sepse nuk jeton të shkime ne, jeton të në Romë. po. E pritëm që të vindëm 29, bilës nuse e shkruti mëngjes, i tha, Ilaria, e morë trening e mamë se vitëm me trening. Po, E morë trening, tha, mesazhi nuk shkonte, telefoni dilte në mërë, atëherë unë u alarmuam si prind sepse më kishte diçka që e bën Ilaria këtë veprim, të gjest. Ishte shumë korrekte, ishte shumë e saktë, ishte shumë, si ta them, shumë se tonë humbin edhe fjalët. Ishte shumë për pikën i fjalë. po, Edhe nuk ishte ndodhur asnjëherë që Ilaria të mos na njoftonte që do vinte në shtëpi, që nuk do vinte në shtëpi. po, Nuk ishte ndodhur asnjëherë. Edhe ne menduam gjithmonë tha do ketë humbur telefonin, do ketë rënë bateria shkuar. Dhe tha, mos e tha çuni ta. Shkove stacionit trenit, pritet do vi Ilaria tha. po. Çuni shkove stacionit trenit. Treni erdhi, ikum. Ilaria jo. Ilaria. Si u vut në lëvizje më pas? Aty pastaj sepse si sa thash, nuk ishte ajo Ilaria që bënte këto veprime. Ishte shumë e përpik, ishte shumë e korrekt. Asnjëherë nuk dilte nga fjala. Aty ne pastaj u alarmuam, unë bashkë me nusën, unë nisëm për Romë. Po, Ku Ilaria bashkëtonte me shoqet e sepse bashkëtonte me 5 vajza tjera. ndante Qiran, po, Në atë apartament. Po, ndante Qiran, po. po, I marrëm telefonat të vajzat, i tham, Ilaria, çore, doli sot mëngjes nga shtëpia. Ato e marrëm pak si qesharake. Këtë, si ta them, këtë që ne po shkoshim në Romë. Thoshë mos u bëne me rast sepse Ilaria është mirë. po, Ne duke njohur shumë se kush ishte vajza jonë, them, tu ka diçka që nuk shkon sepse Ilaria nuk ishte ajo që po thoni ju. po, Ata thonë që Ilaria ata u bazohen gjithmonë nga mesazhi që ai niste, po, nga telefoni i Ilarias. po, Sikur Ilaria ishte në Napoli me vajzë dhe me djalë tjetër. Kishte filluar një jetë të re. po, Edhe këto vajzat e morën shumë qesharake. Si ta them, këto vajzë i bashkëtojnë me Ilarian. po, E morën shumë qesharake këtë faktin që Ilaria s'kishte ardhur në shtëpi dhe mendoshë si ta them, nuk ishte si të shprehen, e mendonin shumë cekt. e morën si një lojë, e morën si një lojë. E morën si një lojë. Ne si prind, si që thash, duke njohur se kush ishte vajza jonë, Po, u alarmuam dhe i thash këtyre njerëzve nga ato vajzat që njihte më shumë Ilarin, që njihshin edhe ne. I thash ku është konsulati i policisë dhe duhet shkruaj denuncë sepse Ilaria nuk është ai personi që po thoni ju. po, Ilaria ka ndodhur diçka. Kur thotë se më do ketë njëri thotë me pistolet të koka. Që nuk përgjigj telefon, ose ka vënë njëri. Që ne e kuptuam direkt fatkeqësi. Po nuk donim ta besonim. Nuk donim ta besonim. po, Bëm denuncimin në polici. Ishte ditë e shtunë, filluan kërkime, por jo aq thellë, sepse ishte fundjavë. Shkoj e shtuna, pasaj të dielën shkon prap, kostur, komisariat policisë, po, edhe po qanin bashku me nusën ishte mundet të trotuar, që dera komisariatit, policisë, po qanin bashku me nusën dhe kaloi një policë. A që ka ndodhur? I treguam shikuar, i thamë shikuar, Ilaria ka qitë marthën, që nuk ka hyrë më në shtëpi. I treguam historinë tonë, po fjalë. po, Ai na morin, fuli brenda, filluam prap denuncimin nga para. Ishte ditë e diel. Aty erdhi çuni jon Leon. Dhe Leon
Kjo dhoma e Ilarës ishte kompjuteri dhe tableti i Ilarës, që Ilarës i kishte marrë. Po. Ishte edhe portofoli i Ilarës bashkë me dokumentat e Ilarës. Po. Leo kërkoi nga telefoni, nga kompjuteri i Ilarës dhe nga tableti, kërkoi si mund të vepronte me gjetë telefonin, ku i mund të ishte telefoni i Ilarës. Po. Edhe mësonte që telefoni i Ilarës në martë, apo të mërkurë, Po. i për shtëpia. Dhe ja thamë dhe policisë, Po. këtë edhe që filluan kërkimet e vërteta kanë filluar ditë në 30 mars. Pra, ka qenë Leo djali juaj i cili nga kompjuteri i Ilarjas motrës së tij gjurmoi telefonin e saj celular dhe ditën e martë edhe të mërkurë telefoni celular ishte pikërisht nga shtëpia e Mark Samson. A mund të më thoni, zoti Luli, në qoftë se ju keni pasur dieni për një lidhje të vajzës tuaj me këtë person? Më dëgjoni? Pra, keni pasur ju dieni si prindër të marrëdhënies së saj me Mark Samson? Ne si prindër dieni e kishim, Po. po nuk ishim, si unë dhe nusja ime nuk ishim dakord që kjo histori të vazhdonte. Po. Sepse, si që thoja dhe, si që kemi thënë dhe Ilarës, ne nuk kemi asnjë lloj lidhje me Filipincat apo me vëllëracat, jo se jam xheloze dhe babi, sepse ti nuk je vogël, dhe gjithmonë Ilarës, dhe zgjedhësh personin më të mirë se vetja jote. Po. Ja kam thënë shumë herë të fjalë. Edhe Ilarja thoshte gjithmonë, babi thonë, ti se njeh, po më flet shumë. Nuk ka lidhur momentin, nuk ka lidhur koha që të flasësh. Është e më mirë se ty thonë shpo e shpikton së herë. Dhe Ilarja tha, nuk do t'jeni jo arsye që unë të ndahem me edhe. Nëse unë të ndahem me edhe, do vendosun dhe jo. Qartë. Sa qëndroi e lidhur me Mark Samson? Nduan për një vit e gjysmë 2 vjet. Një vit e gjysmë. Deri momentet e fundit, me sa kemi dëgjuar në gjyq, Po. ka qenë më të gjërë. Pra, nuk kanë qenë ish të dashur, kanë qenë të dashur deri në momentin e fundit. Ilarja kishte kërkuar si thotë, i kërkuar pauzë, I kishte kërkuar kohë, i kishte kërkuar hapësirë dhe kohë. Për hapësirë dhe kohë, për disa kohë. Po. Përse e ka moshtruar gjithmonë Ilarja, që ditën e parë që ishte takuar dhe ditën e fundit që Ilarja ka qenë jetë, e ka gënjur gjithmonë. I kishte thënë që bëj 2 kurs, 2 studime në universitet, Po. 2 jo vetëm një me fjalë, jo arkitekturë vetëm, bërë dhe diçka tjetër, plus, ku nuk ishte të vërtet asnjëra dhe as tjetra. E qartë, pra, e kishte gënjur për sa i përket studimeve të tij, por është mësuar ndonjëherë motivi i vajtjes ditën e martë në shtëpinë e Mark Samson, duke qenë se i kishte kërkuar kohë, i kishte kërkuar hapësirë. Se Ilarja ka shkuar aty, nuk e di. Nuk e dini, nuk është zbuluar. Nuk e di. Nuk e dini. Megjithatë, ato ditë që ju kërkonit të gjithë bashkë dhe më pas shoqëria e Ilarjas është bashkuar, nuk e di apo jo, në kërkimet tuaja së bashku me policin, si ka qenë raporti dhe ballafaqimi juaj me Mark Samson? Unë e takova 2 herë. Po? Të shtunën, ditën e parë që shkon bëmë lëndësim në Kosovë. Po? Me erdhi drejt për drejt, më tha, kërkoj falje, tha që unë njohëm në këtë situatë. Po? Dhe thash, nuk interesën falje tuaj, thash, njohë as duke njohë. Po? Pastaj ardh prapë të dielën, bile se pyton të shtunë, thash, Ilarja dhe shkuën shtush. Sepse di që qenë bashkë lidhur. A më tha, unë me Ilarja kemi një muaj dhe që jemi ndarë. Po? Të është të mundur, sepse Ilarja ka qenë në 15 mars, ka qenë shtëpi dhe sa të regojt asgjane.
që ishë ndarë. Dhe të ishe i lumë që ishë ndarë, se mos isha si rem dakord, pasë në zuse ime, që kjo historit vazhdonte, sepse nuk janë, edhe nuk ishën gabuar, asun as mosja, duke arritur, mësëm se çfarë njerëz pasën që janë vërtet, më tha, kemi mua që më da. Oke, s'ka problem. Po më tha, di që ka ikur me t'i këtë jetër Napoli. Ka vazhdojë jetër e Napoli. Po. I thash ti, këtë gjorë, thash Ilarin që e thua këtë fjallë, apo po e thua ti? Që ke full telefon, i thash? Jo, më kam njësë mesazh. Më dhe thash. Pra po s'do t'i besoja këtyre fjallëve, sepse prindër është gjithmonë lajm i keq. E kuptoj. Zoti Luli, ne do rikthehemi mbas një hapësire shumë të shkurtër publicitare për të rikthyer se çfarë ka ndodhur atë natë në shtëpinë e Mark Samson. E di që detajet janë shumë të rënda, disa mund t'i thoni, disa është drejta juaj për të mos i thënë dhe për të mos rënduar gjendjen tuaj emocionale, por besoj se media dhe interesi i publikut shqiptar është i jashtëzakonshëm në lidhje me atë që ju deklaroni për herë të parë ditën e sotme në një studio televizive në mediat shqiptare. Unë e di nga bashkëbisedimi që kemi pasur për një viti së bashku edhe për mënyrën se si autoritetet shqiptare janë sjell me familjen tuaj në Itali, bëhet fjalë pikërisht për ambasadën shqiptare në Rom. Do t'i flasim të gjitha këto vetëm pas pak, mos u largo nga kjo lidhje drejt për drejt, publicitet dhe rikthehemi me njërë në studio. Mbas hapësirës së parë publicitare jemi drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur live dhe drejt për së drejti në ekranin e televizionit News 24, si televizioni më i madh informativ në vend, por rrëfehet Flamur Sula, baba i Ilaria Sulës, e cila është ekzekutuar nga Mark Samson, një filipinez, i dashuri i saj në 25 mars të vitit të kaluar, të vitit 2025, çfarë prodhoi dhe protesta dhe greva të jashtëzakonshme në Itali, por një ndinjat të madhe edhe në Shqipëri. Është folur shumë për Ilaria Sulën, por ditën e sotme, por rrëfehet në vetë të parë babaja të çfarë ka përjetuar pothuajse një vit më parë në kërkim të vajzës së tij, e cila nuk u kthye atë ditë të 29 marsit, ditë shtune në familje. Kjo vuri në lëvizje, babai, nënën dhe vllajt, ku ky i fundit ka vajtur në apartamentin që ndante me disa shoqe Ilaria Sula, ka hyrë në kompjuterin e saj, ka gjëmuar celularin e motrës dhe celulari ditën e martë dhe ditën e mërkur rezultonte të ishte në shtëpinë e Mark Samson. Ky i fundit atë natë ka qenë me Ilaria Sulën në banesë, e ka vrarë fillimisht me thik, të paktën siç flitet, dhe më pas e ka futur me ndihmën e nënës së tij në një valixhe, dhe valixha më pas është hedhur nga një shkëmb në zonën e Polit, shumë pranë Romës. Zoti Flamur, më dëgjon? Atëherë, do doja të dija, si baba, mund të tregoni detaj ose jo, është e drejta juaj dhe ju mirë kuptoj, çfarë ka ndodhur atë natë në shtëpinë e Mark Samson? Çfarë ka zbardhur prokuroria? Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që s'duhet ndodhte. Kja si prim nuk e dëshiron që të ndodhë fëmijës. Pastaj janë ata që gjithmonë ajo që tregojnë ata, ai dhe ema ati, si ne nuk mund të dim. Pra ju keni rezerva për sa i përket deponimin që ato kanë dhënë, apo jo? Ne gjithmonë, jo vetëm unë, po dhe pikata dhe prokuroria dhe avokati, gjithmonë mas asaj që ata kanë deklaruar. Kush janë deklaratat e tyre? Përse Ilaria ndodhej atë natë në shtëpinë e Mark Samson? Çfarë ka ndodhur? Po? Ilaria atë natë ka ndodhur, ka shkuar në shtëpi ati, sepse ka qenë në kurthi ati. Ka qenë në kurthi ati. Sepse ai me 25 mars ka qenë ke shtëpia e Ilarias. Po. Nëse kishin ka për të thënë Ilaria që thoshte aty. Po? Nuk prisi që të shkonte Ilaria, por e kishte planifikuar çdo gjë. Mendohet se Ilaria ka zbuluar çdo mashtrim të tij në lidhje me studimet që ai ka bërë, madje edhe me provimet.
Ato e kishte më parë Ilaria, kishte zbuluar më parë, jo atë ditë. Jo atë ditë, i ka zbuluar më parë dhe ky është motivi i divorcit, i ndarjes me një fjalë. Edhe pikërisht për këtë arsye Ilaria i kërkuar kohë, që rrim disa kohë larg njëri tjetrit. Me 25 ditën e martë ju thoni që ai ka qenë në shtëpinë e Ilarias, më pas motivi pse Ilaria ka shkuar në shtëpinë e tij nuk dihet. Nuk mund ta di. Ai vetë ka dhënë një deklaratë për këtë fakt? Po ai ka gënjur shumë, tham ka sjell dhamazën, ka sjell një stret, ka sjell çantën, si ta them, çantën e palestrës, ku pikërisht çanta e palestrës ishte ke dhoma e Ilarias. Ishte akoma aty ke dhoma e Ilarias. E kuptoj, dhe ai gënjen. Po. Po motivin e vrasjes çfarë ka thënë? Çfarë ka ndodhur midis të rinjve? Motivin e vrasjes, gjithmonë ka gënjur. Po di unë pse asun nuk e di. Pa me motive xhelozie. Xhelozie për çfarë? Për çfarë xheloz? E qartë. Për çfarë xheloz? Ilaria ishte vajzë e lirë. Ishte vajzë e re. Nuk ishte ishte martuar edhe e pa trahonte. Pikërisht aq më keq. Ku ai shkonte me vajza tjera, edhe Ilaria nuk e tregonte. Ilaria i thoshte, shikoj po shkoj me këtë çoni. Ai bënte sikur si interesante. Po nga mrenda po digjesh, majnati. Po nuk e tregonte Ilarias. Dhe pikërisht për të them që i kanë ngritur kurs që Ilaria të shkonte me 25 në darkë të shtëpiat. Kush ka qenë atë natë në shtëpi përveç Mark Samsonit? Unë ishte shpëtime, nuk e di. Që thonë ata që ishte gjithë familjarë të shtëpi. Nuk e di. Me njëherë, po? Unë nuk e besoj asnjë fjalë që ato thonë. Asnjë fjalë. Ato kanë gënjur që ditën e parë që kanë njohur Ilaria, deri ditën e fundit që kanë vënë Ilaria. Kanë kryer të ka shëntuar. Megjithatë, një pistë prokuroria italiane ka ngritur, besoj, apo jo, përderisa çështja është në gjykat. Pista ka ngritur, po është e gabuar. Keni rezerva tuaja për drejtsinë italiane, besoj. Nuk e kuptova, fal. Keni rezerva tuaja për drejtsinë italiane, për mënyrën se si është hetuar dhe më pas pritet edhe dënimi i Mark Samson. Hetimet besoj se në kryer në mënyrë perfekte, po. Sepse gjithmonë është bërë çfarë ai ka deklaruar dhe çfarë nëna tij ka deklaruar. Të paktën ashtu si ashtu siç flasin mediat, në fakt nëna e Mark Samson ka kërkuar ndjesë bashortes tuaj nënës Ilarias zonjës Gëzime, ka thënë ndjesë, por unë ato momente ka menduar djalin tim fillimisht. Ajo ka mbuluar dhe ka fshehur të vërtetën. Pse është dënuar me 2 vite? Ajo zënuar 2 vite, se të janë ligjet italiane. Që është ligj italian. Gjithsesi, unë nuk e di në ç'rrethana u gjet trupi në një shkëm në Poli, Valigja, ku ai kishte hedhur trupin e së ndjerës, dhe ky është momenti më makabër i asaj çfarë kishte ndodhur brenda shtëpisë së Mark Samson. Fillimisht e ka goditur me thik dhe më pas trupin e vajzës tuaj ka futur në një valigje për ta hedhur më pas nga shkëmbi. Si arriti policia të binte në gjurmët e kësaj valigjeje? Sepse deklaroi ai. U shtrëngua aq shumë nga policia sa ai tregoi se ku gjendej trupi. Po. A ka treguar pasi ka kryer këtë veprim, cilat ishin lëvizjet e Mark Samson, se kjo ka sjell pastaj një zemrat tek shqiptarët, tek mënyra se si mediat kanë treguar lëvizjet e Mark Samson me njëherë pas ngjarjes. Çfarë ka bërë ai duke gdhir dita e mërkurë dhe deri ditën e diel apo të hënë, shumë ditë për t'u zbuluar e vërteta? Ai ka vazhduar jetën e vet normal. Mbata telefonin e Ilarias, telefonin e vet. Ka vazhduar jetën e vet normal. Kur themi ka vazhduar jetën e tij normale, ne kemi dhënë në vitin e kaluar në këtë emision që ai është gjetur edhe në prani të vajzave të tjera, të shokëve të tij, duke u dëfryer. Ka vazhduar jetën normal. Po, ai edhe në gjyq flet.
sikur se ka kryer ai. Flet se dikush tjetër ka bërë të akt. Ka bërë të vrasje. Pra ai nuk flet në vetën e parë, flet në vetën e tretë gjithmonë për dikë tjetër. Sigurisht dikush tjetër. Zoti Luli, a keni pasur një ballafaqim pasi u zbuluaj gjithë e vërteta me Mark Samson dhe si guxon ai t'ju shohë juve në sy? S'ka shikuar asnjë. Ju ka kërkuar ndonjëherë falje? Që do falje vetë. Është e vërtetë që nuk i doni, por a ka kërkuar? Nuk i duan faljet atij dhe ai i kërkoi. Nuk i pranova faljet. Ju thoni që motivi është xhelozia? Motivi është xhelozia? Se kush ma sjell në jetë. Askush. Atëherë, që duan faljet atij? Ai duhet vojë më shumë se çka vot goca ime. Më vjen keq sepse thash edhe një herë nuk dua të përzi emocionet e mia personale për shkak të njohjeve me ju. Dua të tregohem shumë profesioniste në këtë studio dhe për të folur bashk dhe për t'i thënë publikut shqiptar një herë e mirë një narrativ të asaj çfarë ka ndodhur dhe çfarë kërkoni ju pikërisht nga drejtësia italiane. Thoni që hetimet janë bërë të mira, por gjithmonë në bazë të asaj çfarë ka pohuar Mark Samson edhe nëna e këtij të fundit, e cila është dënuar vetëm me 2 vjet heqje liria. Po. Ne kërkojmë drejtësi. Drejtësi. Që ai personit marrë burgim përjetshëm. Po. Unë më tepër nuk flas sepse jemi në televizor. Unë nuk e di, zoti Luli, ju keni shumë vite në fakt në Itali, në integruar shumë mirë, atje duket edhe nga studimet që vajza juaj Ilaria Sula për statistik në La Sapienza të Romës pritej të diplomohej, po ashtu edhe Leo, djali juaj, një familje mrekullueshme, të paktën edhe çfarë thonë në terni i gjithë komuniteti, por edhe kryebashkiaku juaj, kryetari i komunës, një familje shumë e nderuar që unë kam pasur fatin ta njoh, por që në fakt, ju jeni familja që keni rritur atë ëngjëll, jeta e së cilës u pre në mes padrejtisht nga dora e një vrasësi siç ishte Mark Samson. Ju jeni duke frymuar, më thoni, për t'i krijuar një të ardhme dhe Leos edhe djalit tuaj. Mund të pyes në këtë një vit, duke qenë se sot duhet ishte edhe zonja Gzime, e cila është shumë pranë jush, por nuk ndihet mirë, për ta dhënë edhe ajo mendimin e saj. Si është gjendja në familje? Mund ta imagjinojmë, por nuk mundet edhe ta perceptoj dikush që se ka humbur fëmijën si ju. Si është Leo, si është Gzimja, çfarë ndodh në familjen tuaj këtë një vit? Në familjen time s'ka më jetë. Nuk ka më jetë. Kur thot dhe Leo, në turba, më një herë të koka thot nga plakët. I mjeli koka gjithmonë ka plakët. Edhe e vu shumë nga mërë. Ai nuk e nxjerr. Kjo më fut pak, si ta them, frika, sepse ai nuk e nxjerr. Kurse unë venusja, disi e nxjerr, atë që kemi të brenda, por ai nuk shprehet më asnjë, nuk flet më asnjë. Dhe nuk kërkon të flet më asnjë. Zoti Luli, kush ka qenë afër jush përveç familjarëve, miqve, komunitetit të ternit, e di shumë mirë, avokatit, kryebashkiakut, shoqeve ndoshta të Ilarias, kush ka qenë afër jush në këtë një vit, pa Ilarian? Po gjithë njerëzit e fundare. Që shtëpia më rri për natë plot. Që shtëpia më rri për natë plot me njerëz. Nuk është se ka, po them, një person apo 2 persona. Tur gjithmonë plot. Gjë që besoj nuk e keni ndier kaq shumë nga autoritetet shqiptare, apo jo? Mund dhe po është edhe më njerë për gjithësisi. është mendimi tyre, është ideja tyre. Kam punë të veta. Ndoshta më të rëndësishme. Aq më keq kur Ilaria 500 metra larg ambasadës shqiptare, 500 metra. Via si kvartier afrikane. Edhe ambasadës shqiptare është kvartier afrikane. Ndonjë përfaqësues e autoriteteve shqiptare ka marrë pjesë gjatë seancave gjyqësore? Jo. Askush. Jo.
Mirë. Zoti Luli, unë e di marrëdhënien e veçantë që ka pasur zonja Gzima, ajo ndau disa detaje që nga tek Verissimo në Kanale 5 vetëm përpara pak ditësh, dhe me njëherë pati një shpërndarje të atij emisioni në të gjitha mediat italiane, njëkohësisht edhe në mediat në Shqipëri. Ajo tregoi momentin e prekjes së parë kur ka lindur Ilaria, sepse ajo ju ka bërë prindër për herë të parë deri në prekjen e fundit që ju i keni bërë trupit të saj. Nuk do doja t'i kthehesha këtij momentit vështirë, por ti si baba, çfarë kujtimi të bukur do ndash me ne ditën e sotme që ke pasur me Ilarian? Unë e bë prind për herë parë me Ilarian pikërisht me ditëlindjen time. Dhe nuk besoj të ketë pas një dhuratë më të bukur ku një baba mund të marrë ditën e ditëlindjes. Sepse Ilaria ka lindur me pikërisht 20 maj ditë që kam lindur unë. Dhe dhuratë më të bukur se kjo besoj që të ketë. Për të viti dikush, a ta marrë vajzën atë më mirë, kjo është e përfaqshme. Edhe nuk falë. Pra, ju jeni lidhur përjetësisht me Ilarian, ditën e ditëlindjes tuaj keni sjellë në jetë Ilarian, për herë të parë ju ka bërë prindër. Po. Edhe unë të nuk e faqë. E kuptoj. Përveç ditës tënde të lindjes që ajo të bëri dhuratën më të bukur të bëri baba, do doja të ndaja ndoshta një ëndër që Ilaria kishte ndarë me ty si baba. Çfarë mund të kujtojmë për Ilarian sot? Ilaria si çdo vajzë që 22, 23, 24, 25 vjeçë ka gjithmonë ëndrrën jetë. Gjithmonë ëndrrën jetë. Ilaria thoshte gjithmonë, bisë flisën mua me vllajën e vet, që babi dhe mami do të rrëmohen për ne. Dhe ne nuk mund mos bëjmë asgjë. Nëse këto po sakrifikojnë për ne, edhe ne do të japim rezultat në jetë. Ilaria po mundohesh merr lauren, diplomën, që nuk ishe shumë dege lehtë, për atë ishte zgjedh. Ishte shumë vështirë. Pastaj shtëpia ime, në çdo centimetër që shikoj, flet gjithmonë për Ilarian. E kuptoj. Jo vetëm për Ilarian. 4 veta ishin. Nuk ishin 400 veta. Në çdo cep i shtëpisë, në çdo vend të shtëpisë, flasin për të 4. Po. Zoti Luli, Ilaria ishte një vajzë e lindur e rritur në Itali, po studionte në La Sapienza të Romës, një studente ekselente. Ëndra e saj u ndërpren mes nga dora e Mark Samson, por unë e di edhe lidhjen e ngushtë që Ilaria Sula kishte me vendlindjen e saj me Lushnjën. E di shumë mirë këtë gjë. Po, Ilaria 10 kishte dëshirë të shkosh në Shqipëri. Të 4. Sepse Ilaria vitin të parë nuk ishte në Shqipëri. Nuk mundi të vinte. Po. Dhe tha u basa këtë vit, do shkoj kur pesësh bledhe për Shqipëri do vjedhoj. Po. Për gjithmonë si prind, çdo prind kush është që nuk do të kthej fëmia, që vetë lindja babit ose mamit. Gjitha sakrificë që kemi bërë, jo vetëm unë gjithë shqiptarët. Gjithmonë për fëmijët. Edhe vjen dita sot që vjen një dikush ta rrëmben atë fëmijën sikur ka pronën e tij. Po, siç e thash pak më parë, që nuk falen. Edhe unë nuk të falë. Zoti Sule, ky është momenti të ndjekim një hapësirë publicitare, të bëjmë një frymëmarrje të gjithë edhe ne këtu në studio, edhe ju aty në shtëpi. Do doja, nuk e di, brenda mundësive, nëse do ta kishim shumë pak zonjën Gzime, por e mirë kuptojmë shumë mirë gjendjen e saj,
emocionale të këtij viti shumë të vështirë për ju. Jo, ju mirë kuptoj, ju keni thënë gjithçka sot dhe për këtë ju falenderoj. Vërtet kemi qenë një vit në kontakt së bashku, por kurse si të abuzonim mbi atë çfarë ju ndjeni dhe çfarë ju po përjetonit. Japim hapësirën e dytë publicitare dhe rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit. Jam shumë kurioze të di edhe mendimin e avokatit zotit Novruza Dëri, dhe ai e ka shumë të vështirë edhe në rolin e profesionistit të kësaj studioje, po edhe në rolin e tij si shoqëri civile, por edhe si prind edhe si baba, të flasi përballë një babai, duke u zhvishur nga kostumi i profesionistit. Të gjitha këto vetëm pas pak në pjesën e tretë dhe të fundit, publiciteti i dytë dhe rikthehemi një në studio. Pas hapësirës së dytë publicitare, rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë. Ka qenë një hapësirë publicitare e rënduar emocionalisht, na është bashkuar drejt për së drejti nga shtëpia e saj në Terni, zonja Gzime Sula. Zonja Gzime, përshëndetje. Përshëndetje. Në radhë të parë, të falenderoj që ke gjetur guzim, kurajo të jashtëzakonshëm për të qenë pak minuta me ne, edhe pse në një gjendje shumë të rënduar, qofte parajsës së angjëllit juaj Ilaria, të rroni, të kujtoni dhe shkov drejtësia deri në fund atë që meriton Mark Samson. Faleminderit. Të pyes se si je, kam folur përgjatë këtij viti me Lulin, kuptohet gjendja juaj, në qoftë se do të dëshirosh ta lësh këtë transmetim në këto momente, jam e gatshme, t'ju lë të lirë dhe nuk dua kurse si që momenti juaj i vështirë sot të ndodhi në këtë studio. Je në gjendje ta vazhdojmë bisedën apo? Në masë ti më shef kështu, si më formë, po nga mrena jem komplet e vdet me marume. Zonja Gzime, unë që kam parë dhe e di se kush ka qenë Gzime Sula para dhe pas vdekjes së Ilaria Sulës, e di shumë mirë se si është gjendja juaj deri në këto momente. Nuk do t'i rikthehemi kujtimeve të këqija, mund të themi një kujtim të bukur që ti ke me Ilarian. Kujtimet bukura kam plot me Ilaria, plot. Kush është ai më i veçantë që mund ta kujtosh në këto momente? Me këto momente. Vetëm kur më vitë më bëhtë të surprizë, i vitë të zilës, kur vitë të karama, i vitë të zilës, thoja kush ishtë Ilaria. Vitë të bëhtë të surprizë, kur vitë nuk thashtë, kishë shumë rasta nuk thashtë për dëve shpit. Marrëdhënia juaj ka qenë një marrëdhënie shumë e veçantë. Kam një pitja pres, një mesazh nga Ilaria, një herë që të më thrasi oj ma. Në gjesë, si kur nisi një mesazh, ose në darkët, si që bante. Si gjithë vajzat ti shkruin nanës. Edhe unë i pres shumë të momente nga goca ime, po nuk kam i vit nuk i ka marrë. Nuk i ka marrë të mesazhe nga goca. Ishte e lutë, se ai do vinte. Hajde thoshte, po ma prendjam unë kafe një cjeme, morëm pimi kafe bashk, dalim bashk. Ishim si dy motra, ishim si dy shoqe, ishim mame bi, ishte jeta ime, ishte gjithë qka për muve, gjithë qka.
gjithçka. Nuk ka fjalë ta gjej dhe t'ju ngushëlloj zonja Gzime për marrëdhënien e veçantë dhe për vajzën e jashtëzakonshme që keni rritur ju të dy, po ashtu edhe djalin tuaj Leon. Ilaria dhe dhimbja për të duhet kthehet në forcë për juve. Drejtësia duhet vihet në vend për Mark Samson. Unë nuk du ta pranoj humjen e Ilarias, unë rri akoma, mendoj them inshallah më kthehesh. Nuk du ta pranoj. Dhe është e kuptueshme. Është e kuptueshme, është ende erët, plagën e keni të hapur, mënyra se si ajo u largua, u ekzekutua, gjithçka që ndodhi. Kur su nipja gjithçka për gocën. Nipja gjithë shpirtin të, çdo gjë time. Më thej që ke kujtime të shumta, vetëm kujtimet e shumta të bukura që Ilaria ju ka lënë, besoj do jetë ajo forca juaj për ta përballuar të gjithë këtë dhimbje. Kur i kujtoj momentet e bukura që kam kaluar, them, sikur të vijë hera ajo ditë që ta mbështesi kokën te kreanori im, ose ta puth të ballin, siç e boja për herë. Kush ishte takimi i fundit me Ilarian, e mban mend? Qysh, së më kanë gjova. Takimi i fundit me Ilarian, e mban mend takimin fizik që keni pasur bashkë, jo telefonatën e fundit. Takimin e fundit e kemi pas aq të bukur që nuk ka ku të shkoj. Aq të bukur kur them që nuk ka ku të shkoj, ka qenë shumë natë veçanta ajo natë që kemi hangër bashkë me Ilarian, që kemi qenë bashkë me Ilarian. Dashuria e saj nga mua. Këtë ma ka thotë gjitha ato hera në kur hangër bashkë, oj ma du shumë, oj ma du shumë. Nuk e ti pse ma thosht, oj ma du shumë, oj ma je po shumë e bukur sot e ma, oj ma je po shumë, si ishim i pesë, je po shumë e mëne, ishte shumë e lumëtër. Takimi juaj i fundit ka qenë 10 ditë para ngjarjes kopshme, apo jo? Po. Ishte shumë e lumtur, sepse ishte e mbushur dhe e rrethuar vetëm me dashuri. Po. Ishte një rrezë drite për juve. Kur erdhi këtu, javë para, mbrodhën gjithë që t'i gjeja një gjë, nuk e doje t'i bleja një gjë veçantë bukur, oj ma thoshte, ajo gjithmonë gjojnët thjeshta. Nuk i kishte në qef gjojnët e shtrejta. Të shtrejta shumë të zagjeruar të shtrejta shumë. Do të gjithmonë gjojnët thjeshta. Sepse e tillë ishte vajza juaj, të tillë e kishit edukuar. Të bëjmë pak shkëputje nga juve, të dyve, në qoftë se e do fjalën zonja Gzime, por për mos ta rënduar më gjendjen tënde emocionale, do doja të flisja në këto momente me avokatin e studios, zotin Nevur Zadëri. Duke parë këta dy prindër, Novi do t'jetë e vështirë edhe për ty, siç ka qenë për mua, por edhe për gjithë ekipin që po punon ditën e sotme për të realizuar këtë emision. Është ngjarje shumë e dhimbshme dhe, si më thënë, është herë e parë që unë ndihem pa fjalë për të thënë dhe të falenderoj nga ana tjetër që nuk ma dhe fare mundësinë për të folur, por thjesht gjej momenti për të shprehur ngushëllimet e mia më të sinqerta prindërve. Zoti ju dhënë forcë edhe qoftë e parajsës vajza juaj, vërtet për ju si familje domethënë është çdo fjalë nuk e di, duket shumë e tepërt, por nuk gjen dot fjalë në këtë moment. Jam i zhveshtur totalisht nga ana e profesionistit dhe si njerëzor, në aspektin njerëzor mund të them që është një situatë shumë e ndjerë që prajsa në ata kohë të gjithë ne e ndjejmë në atë formë dhe mënyrë sepse jemi fëmijët e dikujt, jemi prindrit e dikujt dhe është shumë e dhimbshme. Si prind pastaj nuk arrit dot as ta perceptoj se sa e dhimbshme është për ju si prindër gjithë kjo situatë dhe
uroj që drejtësia të paktën të vendosë një farë peshore, edhe pse qëllimi i ligjit është thjesht të vendosë një farë ekuilibër, se ajo që ka ndodhur, ne nuk askush se këta ndodh mbrapa këtë gjë, dhe ju bëj thirrje prindër që të paktën, siç i thatë ju pak më parë, të kenë mundësi të jetojnë me kujtimet e bukura, që në një farë mënyrë ta suportojnë më lehtë situatën. Nuk e di, është pak e vështirë për mua, sepse nuk di se cila është fjala e duhur për të thënë në këtë rast, sepse realisht nuk ka fjalë duhur në këtë lloj situate. Çfarë po ndodh si në Itali, por edhe në Shqipëri me vrasjen e grave dhe të vajzave, avokat, pse është tuar numri i tyre? Kuptoj që krimi nuk njeh nacionalitete, nuk njeh pozita shoqërore të njerëzve, pra siç e dëgjuam nga nervimi të dy si viktima, ishte studente shumë e mirë, po ashtu dhe ishte i dashur i saj, ishte në një marrëdhënie shkolle, pra presupozohet, pra kur ti e shikon si jashtëm, presupozohet që ti je nga pjesa e asaj shoqërie që as nuk duhet konceptuar që të shkojnë Mark Samson e kishte ndërtuar raportin, siç e thave dhe babai Ilaria Zoti Luli, mbi mashtrime, mbi gënjeshtra që kishte dhënë provime, nuk studionte vetëm për arkitekturë, por edhe për një dek tjetër që i kishte dhënë këto provime me rezultate të jashtëzakonshme, por nuk kishte ndodhur kështu. Ilaria kishte zbuluar gjithçka, ja kishte përplasur në fytyrë, kishte kërkuar një kohë reflektimi, të cilën Mark Samson me sa duket nuk e ka pranuar. Por normalisht se me gjithë ja kishte pohuar, por nuk e kishte pranuar. Përderisa i ka bërë gjithë ato gjëra në fshehtësi, normalisht si ti pranonte këto në qetësi, në komunikim, po nuk është zbuluar motivi, nuk është zbuluar çdo detaj e asaj ngjarje. Dhe ne si shoqëri jemi pak e pavëmendshme në kuptimin që le të shikoj punën time, po flas për shoqërinë e saj, fjalave që rrethonte. Pra, shoqëria e saj e dinte me kë shoqëroi, me si e frekuentonin njëri tjetrin. Nëse do jemi shoqëri pak më kujdesshme në raport me njëri tjetrin, kam përshtypjen se shumë gjëra mund të zbulohen pak më në fillim se sa kur ndodh ngjarja bruto, kur vjen bruto aty i ndeshemi të gjithë dhe themi bëjmë ato protestat që kanë vlerën e vet sensibilizuese, por në thelb nuk është se e zgjidhin problemin për çfarë shkoi, po kanë frikë edhe për atë çfarë vjen më vonë. Pra si shoqëri duhet të reagosh në përditshmërinë tënde, jo thjesht se kur ndodh një ngjarje dhe pastaj të kujtohemi të gjithë që çfarë ka ndodhur dhe të veprojmë. Jo, njeriu duhet të jetë i vëmendshëm për njeriu. Njeriu ka humbur sensin çfarë do thotë njeri në shoqërinë e sotme. Ju referoheni natës ditës së martë 25 marsit. Kur Ilaria nuk është kthyer atë natë në shtëpi, duhet ishte shoqëria. Jo vetëm atë natë, por ajo është një moment që unë nuk e kuptoj, nuk e konceptoj dot se ata kanë pasur komunikim të vazhdueshëm, për më tepër që prindi vet këtu na tha që ishin 4 shoqë të tjera bashkë me të bënin 5. Pra, në mosnjëra dikush tjetër duhet të shqetësojë. Të cilat nuk e morën aq seriozisht edhe shqetësimin e prindërve. Nuk e kam vetëm tek ajo, e kam tek vijësia se si ne i krijojmë kontaktet njerëzore, ne si shoqëri me njëri tjetrin, shoku, miku me njëri tjetrin, pra se sa të vëmendshëm jemi në lidhje me problematikën që mund të ketë njëri apo tjetri. E kalojmë thjesht aty për aty, tregojmë atë mirë kuptimin, po jo në thelb për të kuptuar që vlera njerëzore shumë e rëndësishme se gjithçka tjetër. Unë besoj se ne si shoqëri, jo vetëm shoqëria shqiptare, por siç rezultoi edhe shoqëria italiane, po dhe më gjerë, gjykoj që ka humbur një pjesë njerëzore të saj. Për sa kohë që do duhet të gjej pjesën njerëzore shoqëria në raport me atë që ja rrethon, unë kam frikë. Unë uroj që fjala ime mos dalë asgjë, kam frikë që fenomenet të tilla në një mënyrë apo në tjetër do të përsëriten. Prandaj ne si shoqëri duhet jemi më të vëmendshëm në raport me veten, për të qenë sinqert me veten, po dhe me atë që kemi në krah, për të kuptuar problemin e tij, për të treguar pak më thelluar, ndoshta nganjëherë dukesh e egzageruar që kërkon diçka më tepër se sa takon, por varet se si e ka gjendjen ai personi tjetër. E kuptoj. Unë më shumë e shikoj thjesht tek është diçka më, domethënë, autorin e njohim tashmë. E ka pranuar vetë, diçka, është një proces ligjor. Pra në aspektin e ligjit nuk duhet merren fare sepse është shteti italian që po merret dhe po bën gjithë ato imet e mundshme dhe është më së qartë që dëshimi i tij do jetë i parë. Që nëna që i ka dhënë ndihmën, duke se kam edhe zonjën Gëzime nuk mund ta përmend fjalën, ka ndihmuar edhe në pastrimin e skenës së krimit, për të mos përmendur detaje të tmerrshme. Tu kam përshtypjen se çfarë ka bërë ajo nëna? Përfshihen disa komponentë, ndoshta ndjesia e mëmësisë së saj, por e gabuar në këtë rast, për vetë faktin, pra duke menduar se po e ndihmonte djalin, ndërkohë po e shpinte vetën dhe djalin e vet në një gabim apo më të madh. Jo gabim, po kjo është gjë e tmerrshme fare, domethënë që ti të shikosh që fëmia yt ka bërë një krim dhe ti në mënyrë jo të gjesh mënyrën si ta rehabilitosh situatë, por gjesh mënyrën se si ta fshehësh. Po mua kjo është e tmerrshme. Kjo tregon që problemi tek ai fëmijë nuk është thjesht tek ai, por ka përshtypjen se diçka më e prejardhur. Ndoshta mund të jetë pak genetike, nëse më lejo ta them në këtë rast, lidhur nga sjellja që ka bërë prindi vet. Pra mamaja e autorit të kësaj ngjarje për të shkojmë në shtëpinë e Ilarias Ulës ku janë prindrit e saj për të pyetur nëse e besojnë teorinë që ju sapo that avokat zoti Luli zonë një Gëzime, avokati po hedh një hipotezë që ai Mark Samson është i tillë sepse ndoshta e ka dhe genetike, mund të jetë edhe një prind i tij, por nëna në këtë rast. Ose babai, e besoni ju këtë gjë? Atëherë,
në raport gjë shumë keq. Qartë, më vjen keq. Majsa rritet kuptoj. Po. Ajo nëna e tij ka zgjedhur të mbrojë fëmijën e saj fajtor, edhe jo një vajzë të pafajshme. Dhe nëna e tij nuk ishte e vogël, nëna e tij ishte e rritur, ishte, si e thonë, përgjegjshme, madhore për veprimet e veta, normalisht. Ishte shumë e rritur edhe do të mendonte shumë. Edhe aq më keq, ajo është më shumë fajtor se sa. Është më shumë fajtor se sa. Pra, Mark Samson është i tillë, thotë avokati, sepse ka një nënë të tillë, ose një baba të tillë, e ka pasur genetike. E besoni apo jo? Po e besoj sepse përderisa nana e tij ishte keqe, edhe fëmia ishte keq. Qartë. Si e thon, nga pema, nga molla bjeg molla. E qartë. Do doja të flisja pak me zonjën Gzime. Zonja Gzime. Të gjoja shumë keq. E kuptoj, ja do ta rregulloj regjia në këto momente. Ju lutem. Po. Zonja Gzime, më dëgjon? Po. Atëherë, a mund të më ndash një dëshirë apo një projekt që Ilaria jote e kishte shumë për zemër? Si e kishte planifikuar ajo të ardhmen e saj? Çfarë ndante me ty si nën dhe si shoqe Ilaria? Ilaria kishte qef shumë që të marron të shkollën, gjente një punë të mirë. Të ishe dikush. Të ishe dikush një me forcat të veta, du të heci vetë forcë përpara, me forcat të mia mrapa. Po në lidhje me dashurinë, çfarë ju kishte thënë ajo? Nuk të dëgjoj. Nuk më dëgjoni, ëh? Ja e rregullon regjia në këto momente. Në lidhje me dashurinë, çfarë thoshte ajo? Si kishte projektuar ajo familjen e saj, dashurinë e saj, ëndrrën për atë princin e kaltërt, për personin që do t'i rrëmbente zemrën? Si sa thash edhe pak më parë, Ilaria e shprehu që nuk duhet jeni ju arsye që unë të ndahem nga ai. Nëse unë të ndahem një ditë nga ai, e vendos unë dhe jo ju. E qartë. Jo, pyeta zonjën Gzime që përpara se të njihej me Mark Samson, si e mendonte ajo dashurinë? E mendonte ndryshe, jo me një njeri si ky. E mendonte ndryshe. Mua më kishte thonë ai manda marrë shkollën përpara. Pastaj Do gjeç firmë. ty vazhdu. E kuptoj. Para më intereson shkolla, më tha muve, ajo qëlloj që vazhdoj punë njofti e çunin atje, ai filloi me ato gënjeshtrat e veta. Mu kur mi tha goca ato, muve nuk mi intereson të asnjë gjë nga ato gjojna që ai kishte thonë Ilariës, nuk doja ta dija as për i gjën, sa ai çfarë kishte, çfarë nuk kishte, çfarë bënte, çfarë nuk bënte, nuk doja t'i ngjoja, sepse sikur ndjeja diçka që i thash vetëm kaq Ilaria, nuk ish për ty, nuk ish për ne lloj personi. Sepse nuk e di pse nuk ka të bëj se ishte stranjer, se stranjer jemi edhe neve këtu, nuk ka të bëj po zemra. Më ndjete diçka zemra që Ilaria thash nuk ish për neve. Ajo goca më tha, o ma tha, më respektona me i tesi që kishin, se ishte hera parti, ishte lidhur me një person, ai i rrinte para mrapa atje te puna ku punoi, që punojt ato bashk. Edhe i ishte mashtrues që i mashtroi të gjithë.
Zemra e nënës dhe i prindit nuk gabon kur, ishin këshilla që ti edhe Zoti Luli i kishit parandjerja, kishit dhënë Ilarias, ajo ka qenë një gocë dhe një vajzë shumë e përgjegjshme që tha në qoftë se do t'i jap fund marrëdhënies me këtë djalë, ishte dashuria e saj e parë, do ta vendosë vetëm unë dhe sapo i kishte vendosur, por personi përballë ishte një mosmirnjohës, një kriminal i cili i mori jetën angjëllit tuaj. Unë ju falenderoj shumë të dyve dhe përpara se t'ju falenderoj, do doja një apel për publikun shqiptar, çfarë do t'i thonit ju të gjithë atyre që po ju ndjekin në këto momente? Më shumë si një apel do jemi këshillë për rinisë shqiptare. Po. Ndoshta dhe gaboj që ja them të fjalë, po. Do të respektojnë njëri tjetrin. Se respekti është shumë gjë e madhe. Qoftë për vajzë, qoftë për djalë. Ilaria dha gjithmonë respekt, dha gjithmonë mirënjohje personat që kishte afër. Por ai nuk e vlerësoi. Nuk pranoi një jo. Sepse Ilaria e tha jo, ai nuk e pranoi një jo. Dhe Ilaria pa ku t'i shtrejt këtë jo. Kjo do të ishte apeli im. Unë falenderoj. Po. Edhe diçka tjetër për Po. komentuesi komenton në rrjetet sociale. Shikoni hallën e juaj. I lini njerëzit në hallën e tyre. Shikoni shtëpinë e juaj. Mos shikoni shtëpinë time. Si shpendime shikoj vetë. I dal vetë Zot. Ju falenderoj Zoti Luli, nuk e di zonja Gzime nëse ka diçka të fundit për të na thënë si nën për gjitha nënat, për gjitha vajzat, për gjitha gratë kudo që ndodhen. Apeli im ishte që unë për botën time jam krenare. Për fatin e keq që mira ish fatkeqësia në ratë parë gotës teme që nëlli jetën aq shpejt. Që e mashtroja i qenë. O ka dhe plot si puna Ilarias që i ka ndodhë ashtu. Edhe do t'i respektojnë gjithë si ato që komentojnë si ato, duhet i respektojnë rrop, t'i japin ngushëllimet e mira, fjalët e mira, mbështetja e mira. Vetëm mbështetja e mirë, llafja e mirë. Se llafja e mirë është gjithmonë e mirë. Unë ju falenderoj. Llafja më e mirë nuk ka ku të shkoj. Ju falenderoj të dyve, ju përshëndes nga Tirana. Ka një shumë të ri, e di. si gotën. Ju përshëndes nga Tirana, faleminderit që ishit me mua në studio për te çdo dhimbjeje. Edhe unë ju jap ngushëllimet e drejtë për drejta, uroj që dhimbjen ta ktheni në forcë, dashurinë e Ilarias t'ja jepni dhe Leos, dhe këto mesazhe të jenë një mësim jo vetëm për shqiptarët, por për çdo prind që na ka ndjekur drejt për së drejti ditën e sotme. Faleminderit dhe ju përshëndes. Faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit avokat që të kisha në këtë studio, në këtë emision shumë të vështirë për mua, por edhe për ty. Faleminderit edhe ju miq që na keni ndjekur drejt për së drejti në ekranin e televizionit News 24 për herë të parë. Prindrit e Ilarias Ulës thyen heshtjen një vit pas tragjedisë së 25 marsit të vitit të kaluar në televizionin News 24 në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Bashkë ndajemi këtu për të u ritakuar në emisionet e tjera. Deri atëherë, miru takofshim.